Thuaj se të gjithë fshatrat e komunës së Liçenasit lagen nga ujërat e Prespës. Gorice Vogël, fshati ku jetojnë pakica maqedonase ndodhet buz liçenit. Largësia nga kufiri me Maqedoninë është 25 km dhe dyfishi kësaj distance për të shkuar në Korçë. Bujësia dhe blegtoria janë të ardhurat kryesore të familjeve këtu, pavarësisht përpjekjeve të mëdha për të bërë turizëm. Kjo është nga bujtinat e këtij fshati ku krahas fjetjes dhe ushqimit ofron shëtitje në liçen dhe mal për vizitorët, por pronarja e bujtinës tregon se vizitorët janë të paktë dhe kjo për shkak të mungesës së infrastrukturës. Kjo është një pengesë për zhvillimin e turizmit. Infrastruktura si kudo është gjëja më kryesore. Shtëpia ime dhe Prespa është e frekuentuar më tepër nga të huajt. Vijnë francez, gjerman, italian. Banorët e fshatrave të komunës Liçenas thonë se kjo zonë është mjaft e veçantë, por në kushtet aktuale kur nuk ka investime, pushuesit qëndrojnë larg. Sipas tyre, bregu i liçenit nuk ofron kushte për plazh, edhe për faktin se ujërat e zeza derdhen këtu. Kanalizimi i ujërave të zeza, që është përfaqe të zezë, derdhet në liçen, edhe largësia e atij filtrimit është jo më shumë se 10 metro afër bregut të liçenit. Drejtues të pushtetit lokal pranojnë se kjo zonë është lënë jashtë investimeve të qeverisë, ndërsa shprehen optimist për projektet e huaja që pritet të zbatohen. Tani është duke filluar projekti, është në hapat e para i KFV-s gjermane për mbështetjen e parkut të Prespës, ku në realizimin e këtij projekti do ndikojë shumë në ambientin e Prespës, do ketë një portyrse kur hyn në zonën e Prespës me se vini në Parku Nacional, do ketë vend pushime. Ata pak vizitor, kryesisht huaj, banorët e komunës së Liçenasit përpiqen t'i tërheqin me çmime. Fjetja për një natë në një shtëpi apo bujtim buz Prespës nuk i kalon 10 euro dhe po kaq nëse vendos të hash ushqimin aty. Rreth liçenit të Prespës ndodhen kisha shumë të ershme dhe mjaft të veçanta, si dhe një ishull përballë fshatrave.